Vetëm 14.8% e shqiptarëve mbi 15 vjeç kishin mundur të kursenin nga të ardhurat e tyre në një bank, niveli më i ulët në Europë pas Moldavisë, sipas bazës së të dhënave globale Findex nga Banka Botërore, që i takoi një ankete të zhvilluar në vitin 2024 në vendin ton. Shqipëria ka një nivel shumë të ulët të popullsisë që arrin të kursejë si në raport me rajonin, ashtu edhe me Europën, teksa pozicionohet me shumicën e vendeve të Afrikës dhe Azisë së Jugut, edhe pse ka një përmirësim të dukshëm të ndërgjegjësimit financiar. Vendi ynë vazhdon të ketë një nivel të lartë të përdorimit të paras kesh dhe një prani të konsiderueshme të sektorit informal. 40% e popullsisë në nivelin e poshtëm të ardhurave kanë kapacitete më të ulta për të kursyer, pasi vetëm 4.3% arritën të ndanin kursime në bank. Në 60% të grupit me të ardhura të larta, aftësia për të kursyer ishte 21.7%. Në grup moshat e reja, aftësia për të kursyer është shumë e ulët, citon Monitor. Për shumicën e qytetarëve, të ardhurat shpesh nuk mjaftojnë për ushqim, qira, energji dhe nevojat e përditshme, kështu që pothuajse nuk mbetet asgjë për kursime. Shqipëria kishte çmime më të larta se rajoni dhe Bashkimi Evropian për ushqimet në vitin 2024, por ndërkohë pagat janë shumë më të ulta se në këto vende, ndërkaq inflacioni viteve të fundit ka ulur fuqinë blerëse dhe ka bërë që ata që më parë arrinin të kursenin tani ta kenë edhe më të vështirë.